Kthyer përsëri në studio me gazetarët tona. Fitr Bajrami është një nga festat më të rëndësishme në kalendarin islam, e cila shënon përfundimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Kjo fest është një kohë gëzimi, reflektimi dhe bashkimi, por sidomos ndihma financiare dhe emocionale për besimtarët musliman, duke theksuar vlerat e solidaritetit, faljes dhe mirësisë. Përgatitjet për Fitr Bajramin fillojnë disa ditë para festës. Familjet muslimane i kushtojnë rëndësi të veçantë pastrimit dhe zbukurimit të shtëpive të tyre, duke krijuar një ambient të pastër dhe mikpritës për festën. Kjo praktikë simbolizon pastërtinë shpirtërore dhe fizike, duke përgatitur besimtarët për të mirëpritur festën me zemër dhe mendje të pastër. Në shumë komunitete, është zakon që besimtarët të lahen dhe të vishën me rrobat më të mira që kanë në ditën e Bajramit, duke treguar respekt dhe nderim për këtë ditë. Fillimi i festës së Bajramit varet nga shfaqja e hënës së re. Kjo do të thotë se koha e nisjes së festimeve mund të ndryshojë nga një vend në tjetrin, pasi hëna nuk bëhet e dukshme njëkohësisht në të gjitha rajonet. Në disa vende, njerëzit e përcaktojnë nisjen e festës bazuar në shfaqjen e hënës mbi qytetin e shenjtë të Mekës, në mënyrë që të ketë një përputhje më të madhe mes besimtarëve në mbar botën. Për këtë arsye, Bajrami nuk festohet gjithmonë në të njëjtën ditë në çdo vend. Në mëngjesin e ditës së parë të Fitr Bajramit, besimtarët mblidhen për të falur namazin e Bajramit në xhami ose në hapësira të hapura. Shumë besimtarë zgjedhin të shkojnë në këmbë drejt vendit të faljes dhe të kthehen nga një rrugë tjetër, duke ndjekur praktikën e profetit Muhammed. Pas faljes, shpesh dëgjohen këshilla dhe mesazhe mbi rëndësinë e mëshirës, mirësisë dhe ndihmës ndaj të tjerëve. Pas lutjeve, njerëzit urojnë njëri tjetrin për festën. Urimet e Bajramit ndryshojnë nga një vend në tjetrin, por mesazhi është i njëjtë: gëzim, lumturi dhe harmoni familjare. Bajrami është i njohur për tryezat e pasura me ushqime dhe ëmbëlsira tradicionale. Në vende të ndryshme, këto gatime ndryshojnë sipas kulturës lokale. Diku përgatiten biskota të mbushura me mjaltë dhe fara, ndërsa në të tjera, gjellët tradicionale me mish dhe erëza janë pjesë e pandashme e festës. Baklavaja është një nga ëmbëlsirat më të njohura të kësaj dite, e cila përgatitet me shtresa pete, ara dhe shurup të ëmbël. Në disa rajone, një zakon interesant është loja me vezët e zjera, ku njerëzit përpiqen të thyejnë vezën e tjetrit pa dëmtuar të tyren. Një pjesë e rëndësishme e festës është dhënia e ndihmës për ata që kanë nevojë. Para festës, shumë njerëz ndajnë ushqime ose ndihma financiare me familjet në vështirësi, në mënyrë që edhe ata të mund të festojnë në gëzim dhe harmoni. Në çdo vend, Bajrami festohet ndryshe, duke pasqyruar traditat dhe zakonet vendase. Në disa vende, festimet shoqërohen me lojra tradicionale dhe vizita tek të afërmit, ndërsa diku tjetër organizohen tubime të mëdha ku komuniteti mblidhet për të festuar së bashku. Festa e Bajramit është një moment i veçantë që bashkon familjet dhe komunitetin, duke theksuar vlerat e mirësisë, faljes dhe bashkimit. Me traditat e saj të pasura dhe mesazhin e saj universal të dashurisë dhe respektit, kjo festë mbetet një nga ngjarjet më të rëndësishme të vitit për besimtarët musliman kudo në botë.